Dhe kjo është alarmante për mua. Vetëm me kaq sa ka referuar ai që ju zbardhët, që është, mendoj, 99%, se mund të ketë kontekst në ndonjë vend, po 99% ajo është e lexueshme qartë, vetëm kaq trupa e gjyqtarëve kushtetues duhet të rrezojë çështjen vetëm për paragjykimin që i është bërë. E vërtet, Birsita në fakt shumë rrallë, nga me të gjyqtarë që kam shumë rrallë që kam shkelur një herë dyert e gjykatave dhe ato për çështje civile të parëndësishme, krahasuar me ato hallet që kanë qytetarët çdo ditë, pronat, etj. Histori të komplikuara, etj. Vdumët, vrasje, etj. Po sinqerisht, kur e dëgjon me vesh të tuk të gjuhë, flasim janë përfaqësuesit, ta janë përfaqësuesit e trupës gjykatësve. Dhe janë një trup gjykatëse që nuk e di tani sa, po mbi 85% duhet jetë edhe temi e updateuar, rifreskuar, nuk e di deri në shtëpi ka shku procesi i vettingut, po besoj që ka avancuar goxha, pra temi këto presupozohet që kanë kaluar ca sita të reja të sistemit drejtësisë. Dhe kur ti dëgjon që flet me atë gjuhë, atëherë fillon dhe beson ato që shumë për avokatëve, të gjitha niveleve, avokat politikanësh, deri te avokat temi të atyre që janë të pandehur për vepra kriminale, thonë që ky sistemi i ri i drejtësisë në thelb nuk është se ka ndryshuar diçka të madhe, po e lë me një anë punën e Spakut, patjetër që ajo është. Po Spaku s'ka marrë pjesë në këtë debat. Pavarësisht se emri Spakut është përdorur nga gjyqtarët. Unë mendoj që marrëdhënia e ekzekutivit me gjyqësorin, sidomos këtë 3 vjeçar të fundit, është bërë si romani Lufta dhe Paqja ose si saga e Forsythe, do të duket që ka shumë pjesë. Vetë politika e ka përkëdhelur gjyqësorin shqiptar me anë të reformës në drejtësi, bëri dhe një si ekuivalent të pagave, duke i krahasuar dhe me pagën e presidentit të Republikës, ose me pagën e drejtorit të drejtorisë të kryeministrisë, varet nga niveli gjyqtarit. Në 2022-shin, gjykata kushtetuese bëri një tamam si skema e Shamatit, e vuri para faktit të kryer edhe Parlamenti shqiptar dhe qeverinë shqiptare, dhe unë i është hapur syri gjyqtarëve, e them në mënyrë figurative, ose unionet gjyqtarëve që pastaj të vazhdonin të bëjë një kolaudim i pagës tyre sipas referimit që ishte bërë, do në paga referencë që atyre ishin bërë për një status të nënpunësve të tjerë. Unë nuk jam financiere dhe nuk i hy dot në thellësi, sepse thash që është një histori shumë e gjatë, por mendoj që edhe vetë zoti Rama nuk është se ka hallin e financës, pavarësisht se e përmend. Kam përshtypjen se tu kemi një përplasje që është për lekët, por kemi një përplasje më shumë politike se sa edhe ligjore. Duke dëgjuar dhe fjalën e gjyqtarit që për mendimin tim ishte pak delirante dhe euforike, nuk i shkon një gjyqtari, aq më tepër fliste edhe në veten e parë njëjës, unë e bëra, ndërkohë unë mendoj, unë e di se kanë shkuar 2 shoqata të gjyqtarëve, ka shkuar një union dhe një shoqat tjetër. Mendoj që duhet ishte me një seriozitet dhe me një standard më të lartë komunikimi. Edhe ajo pjesa që ju e kishit kapur me që janë zgjedhjet e solla me mos ketë presion, tregon një paburrëri, sepse nëse ti ke ligjin me vete, të drejtën me vete, nuk e pse fare të kesh shumë komplekse që me që janë zgjedhjet e solla mos ketë presion. A tregon Birsita se ndonjëherë, me që dalim tek ajo që tha aty që sigurisht në këtë debat, në këtë batibeko që quhen italianët, nuk është thjesht çështja financiare. Kur e dëgjon atë përfaqësues gjyqtarësh që flet me atë gjuhë, pra i drejtohet dhe Ramës personalisht, se thot, pra kur i drejtohet presioneve, i drejtohet dhe retorikës që Rama e ka personale, e ka të vetë. Është kryeministër, po ai nuk flet për kryeministrin, flet për kryeministrin aktual. Pra le të themi, në vetë të mirë, po nëse larg qoftë ky kryeministër i gjendur përballë të gjykatës. Sa i përdori fjalën hakmarrje. Pra qeveria tha na e bëri këtë për hakmarrje. Biles nuk e dim tha. Ideja është kur ti di thu pastaj kur ti nëse ky nesër ky kryeministër apo si ish kryeministër përballet me këtë gjykatës apo me këtë gjykatës, sa i paragjykuar